Jam me Erionin të ferma Leçini, i keni vënë emrin e familjes. Po, mbi emrin e familjes. Mbi emrin e familjes sepse ka sa breza ka që është. Unë jam brezi 4 që punoj këtu. Këte ka nisë gjyshim. Qa viti? Ne historikisht, unë jam le rritë qytet. Ku? Në Kavaj. Në Kavaj. Po, këtu ndohem fshatin Gos. Unë jam le rritë nga një qytet dhe në qytet gjyshim edhe në kohën e regjimit ka majt lopë. E kanë lënë? Jo, e kanë lënë, e kemi majtë në qefës. Dhe kur ko hapë demokracia, ne se kemi ndalë asirë. Që që gjithmonë. Do tani është momenti më i mirë i fermës? Tani është standardi Europës, kemi morë modelet e Europës që mbashtrojmë të kafësët. Sepse ti ke qenë emigrant jashtë ke mësuar, apo? Jo, unë nuk kam qenë emigrant, unë jam gjithmonë me këtë punë, se ne kemi dhe dele. Por kemi pa jashtë si mahat kafsha, se ne nuk i kemi. Do ke shkuar jashtë, Po, vetëm për të pa, po. Por nuk e pasur nevojë që dhe emigrant? Jo, asnjëherë. Sepse parat ishin këtu? Asnjëherë, po. Ne nuk kemi emigru fare. Jemi morë vetëm e blegtori, asë me një gjë tjetër. Tjetër kush është në këtë fermë, në kë punoni? Këtu është vllai im dhe vinë dhe 2 djemtë e mi. Ke dhe djemë, të vazhdon tradita? Po, tradita vazhdon. Kemi Eldin që është në master, viti parë master. Përse? Finance Bank. Dhe vjen punon? Po, ja është këtu prezent. Do ta shikojmë se do shkojmë do ta kapim punë është te viçat, duke trajtu viçat e vegjël. Se këtu janë me grupe, është grupi Mjeljes. Këtu ku jemi tani? Atëherë, ne këtu jemi te stalla që prolon. Kjo quhet grupi Mjeljes, si e quajmë ne këtu. Atëherë është poshtë grupi Tharjes edhe Lindjes, Mërshqerrat Varse. Këtu vazhdo zinxhiri. Ecim që të tregosh të gjitha, ecim pa? Patjetër. Këtu është çdo gjë automatike. Deri te nga pastrimi, ushqimi vjen me makineri, ku është mishratori që përgatit ushqimin. Këtu i peshohet çdo gjë. Si jonça, silazhi, koncentrata, premikset, vitaminat që morin kafshët. Çfarë më the për një gjë që do blesh ti? Pajisje përse ke? Atëherë ne po bëjmë një investimin e ri tek stalla atje. Dhe këtu kemi ble. A këtu po ndodh pastrimi? Ajo është i ka çdo gjë ekstra. Ajo që ti do marrësh. Ajo stall që po ndërtohet atje, po ndërtohet një stall për 300 krerë. Dhe ajo i ka çdo gjë është automatike, vazhdon nga impianti Mjeljes, që është fjala e fundit, Geja Westfalia Gjermane, është komplet inox. Dhe ajo do ketë qipat që do t'japë informacionet. Si ja bën, si me para, si ja bën, me kredira apo ti ja del? Jo, tani për atë investimin e saj ne kemi marrë një kredi. Ke marrë një kredi? Kemi marrë një kredi se nuk dilet pa kredi. Investimet që kërkojë fermë janë shumë të mëdha. Fakti që merr kredi dhe rritesh dhe zhvillohesh, tregon që ti ke besim te kjo punë. Nuk ka shans domethënë që ti. Po nuk ka shans kjo punë që ashtu sepse nuk ka shans. Duhet shumë punë, që do vëmendje, po kushtim. Jo, mund të kesh frikë. Ke frikë se ecën kjo. Nuk bëhet. Kompania do marrë qumë shplur, nuk merr qumshin tim. Kështu që unë nuk do rritem. Nuk ka interes kompania mos mori qumshin tim, të mori qumë shplur. Se ti si konsumator nuk do qumë shplur, do qumë freskët. E dallon? Po si se dallon? Ka shijen, tregosh shijen. Sa të lezetshme janë, më kënaqen. Tani këtu kanë orarin e ushqimit apo hanë gjithë ditën? Jo, këto janë gjithë ditën shkojnë, po ti shikosh ti këto, që sa kafshë ke duke flet, duke pirë ujë, duke net, nuk janë gjitha duke hangër, janë si mas Oreksi, si mas programit që ka, edhe kjo ka programin e vetë. Tani ne ku shkojmë? Ja, ne shkojmë tani tek lloma ku rrinë qumshit, e tanget e qënë. Tu rrinë qumshi. Kjo është, ne këte e qymë lloma tangeve. Qunim duke? Kjo është Eldi. Po sot ke pushim sa si në shkollë? Jo, në shkollë. E ke pas dite? Bravo. Të pëlqen të puna apo detyron babit, vërtetën tani? Puna është, në radhë parë është detyrim ndaj vetes, është respekt për familjen dhe kur vjen fundi fund është për veten. Faleminderit shumë, asa do doja të dëgjoja ti me bijin dita thot këtë gjë, kështu që bravo. Bravo babi. Po vetëm dish gjë, nuk i kam imponuar me ardh këtu. Si ja ke thënë ti, e ke për detyrë? Jo. Jo. Po kur është dita e parë që erdhe këtu ti? Po marr që 15 vjeç. Sot jam 27 vite që punoj për një. Te kjo fermë, se kjo fermë ekziston për ne për 7 vitesh.
Bravo. Se kemi ferm tjetër në kavaj të deleve. Kështu që tani mezi po prisni këto ndryshimet e reja. Jo me zi po presim, po sa të bëhen direkt. Këtu që ndodh në këtë vend? Atëherë, këtu ka marru proces i mjeljes. Këtu vazhdon nga atje, ky tubi vendoset në çdo tang. Këto dy tange tani janë plot, se këtu janë Ja rreth. plot me qumësht. Janë plot me Do qumësht, të këtu thonë janë. sasia e qumshit që ti ke marrë sot. Sot në 24 orë, mbrëmë edhe sot është komplet këtu që janë rreth 9000 litra qumësh. Ky tangu për mjelet mushet deri në gjysmë me qumësh, kalon ky tubi, kalon vendoset te ky tangu tjetër që mbushet edhe ky në gjysmë. Kur vin punëtorët mes, kur fillon procesi i mjeljes mëngjes, ky mushet plot dhe mbushet ky tjetri. Do të thotë që mjelja sa është ora tani ka rreth Ku i një orë. shikon ti të dhënat? Ku i ke? Ja, ti shikoj, ti tregoj me kujdes. Llogarit që ky mjela ka rreth një orë e gjysmë që ka mbaruar. Ka mbaruar. Do të thotë, ky tangu parë është mbush dhe ky tregon temperaturën 3 gradë është taku, po ta ngjosh nuk ka zhurmë. Po. Është i fikur. Se është mbush i parë, temperatura që ky qumësh ka mërën është 3 gradë. Po ta shikosh këtu, ky është plot me qumësh tani. Ky ruhet tu nuk e prek asnjëri me dorë, automatik ky nuk preket fare. A me bakra shoh. Ja, kjo është shive, edhe shi që si e qumë, shi se si e ka ajkën sipër. Ta shikoj dhe unë njerëz se Po, vetëm kamera ta shoh po. dhe unë